Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim, është fillim viti dhe këtë vit e fillojmë me hënën e plot që është në shenjën e gafores, por është në boshtin gafore britsjap. Gjithsesi, ju uroj përsëri një vit sa më të mbar dhe të begat për gjithë ju, sa më shumë dashuri, lumturi dhe paqe në familjet tuaja. Atëherë, do fillojmë në lidhje me hënën e plot dhe do shohim se çfarë efekte do ketë kjo hënë e plot. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse aty shtrihet i gjithë viti, të shihni shenjën tuaj me fat, por ndërkohë dhe videot e muajit janar, por dhe tema të ndryshme për dashurinë. Atëherë do fillojmë të flasim pak në lidhje me hënën e plot dhe diellin e kemi në shenjën e britsjapit, ndërsa hëna dhe britsjapi është një shenjë rept dhe logjike dhe hënën e kemi në gafore. Gafori është një shenjë emocionale, por dhe me humor të keq. Dhe do duhet që gjatë kësaj hëne të plot që efektet vazhdojnë dhe më mbrapa, të vendosim një lloj ekuilibri midis asaj që ju thot zemra, por dhe asaj që imponon mendja dhe logjika juaj. Sepse hëna e plot është një shenjë uji si gaforia, do na bëj shumë të ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, do udhëhiqemi shumë nga emocionet tona, por kjo nuk do të thotë të menduarit ton do të jetë subjektiv. Kështu që do marrim gjithçka më personalisht, do lëndohemi më lehtë, do jemi tepër emocional dhe reagimet tona ndaj kujt do na lëndojnë. Por gjithsesi e vetmja mënyrë për të gjetur paqe është që të kalojmë sa më shumë kohë të jetë e mundur me njerëz që na bëjnë të ndihemi të sigurt, na mbështesin, na pranojnë ashtu siç jemi, pa gjykuar me teprimet tona. Dhe kjo hënë e plot është quhet edhe hëna e ujkut, sepse formohet në një opozit me Venusin e Marsin, që kërkojnë pranimin dhe sigurinë dhe pretendojnë atë në një mënyrë pak agresive. Kështu që duhet keni kujdes për të marrë ato konfirmimet që ju kërkoni. Mund të preferojmë ato të ndërpresim lidhjet, se sa të bëjmë kompromis me disa thrime dashurie, këtë efekt ka kjo hënë. Pasioni dhe emocione do kenë fjalën e parë dhe nëse marrëdhëniet tona bazohen në aspekte të ndërsjellta, ato do marrin një hovë më të mirë. Por nëse janë në një nivel imagjinar, atëherë sqarimet do jenë pak të tepruara. Për më tepër, është një hënë e plot ku mund të ketë edhe disa tensione në lidhje me situata të ndryshme. Gjithsesi është kjo hënë e plot e vitit, që është dhe hëna e parë e vitit, do japi rëndësi të mundësi të ndryshme për të mbyllur cikle të vjetra, për të sinkronizuar zemrën tuaj, për të ndjerë, për të marrë, për të ofruar, për të vëzhguar, për të çliruar dhe për të ripërtëritur veten tuaj, dhe për t'i bërë gjitha këto me ndershmëri, dhe për të mos fshehur, mbas imazhit ose projekteve që ju keni. Është një hënë e plot ku ka rëndësi ajo që ndjejmë, ajo që na bën të lumtur, që duam që të tjerët të besojnë tek ne, por është dhe një kohë ideale për të forcuar atë zërin e shpirtit tonë dhe për t'u përshtatur me realitetin, për të sinkronizuar emocionet tona, për të eliminuar frikën nga dhimbjet që jetojmë brenda mendjes dhe trupit. Gjithsesi, është një fillim viti i ri, i pastër dhe me një energji shëruese. Gjatë kësaj hëne të plot, ne mund të përdorim ndjenjat tona përpara se t'i shprehim ato, të ndjekim intuitën tonë dhe mos e shtypim atë, të shënojmë ëndrat tona në një ditar, të jemi njerëz të cilëve u besojmë plotësisht, të cilëve na lejojnë të jemi vetvetja, të keni biseda të sinqerta,
ku vërtet thellojnë ato lidhjet emocionale, të jepni dhe të merrni sa më shumë përqafime të mundeni, të çliroheni nga modelet e vjetra dhe ose të keni kujdes që mos kapeni mbas njerëzve që përfitojnë nga mirësia juaj. Por ndërkohë është një periudhë për të kuptuar se ku kalojmë kohën tonë, nëse ja vlem vërtet. Dhe të pyesim veten, nëse jemi vërtet të lumtur apo thjesht përpiqemi të dukemi të lumtur. Gjithsesi kjo hënë e plot, ndikime më së tepërmi do ketë shenja e gafores, shenja e akrepit dhe shenja e peshqve. Unë nuk do flas se si ndikon, gjithsesi do shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me të gjithë ju. Por është një hënë emocionale, por dhe e repta. Atëherë shohim energjinë që do na vi. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit që janë edhe protagonistë të kësaj hëne, që ndikojnë më së tepërmi, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe përsëri energjitë shenjave të ajrit. Shoh që ju çliroheni nga ana emocionale, një çlirim shpirtëror. Është ose ju do ndiheni mirë personalisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, shoh një fillim të ri, shumë diskutime dhe këtu kemi hënën e plot. Por është një fillim i ri që do marrë zhvillime të mira bazuar në logjike, shoh më tepër këtu. Por ndërkohë ju shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me situatat kaluara që mund të keni pasur, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në një rast. Në rastin tjetër, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin. Dhe shoh edhe vendime të rëndësishme që do merren me këtë hënë të plot. Gjithsesi, shohim energjinë e ujit, çfarë na sjell, dhe kemi energji zjarri, dhe kemi energji ajri, energji toke. Atëherë ju shoh që ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja për t'u ndier mirë nga ana emocionale, në lidhje me njohjet që keni, për të treguar atë pastërtinë që ju keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe i vendosni qëllime vetes dhe është një periudhë që ju merrni vendime të rëndësishme, bazuar në qëllimet që ju i vendosni vetes. Në qoftë se ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, atëherë është momenti i duhur për të marrë një vendim dhe këtu bëhet fjalë për persona që mund të jenë në një distancim emocional, që mund të jenë të shkëputur, por mund të jenë edhe në një distancë. Gjithsesi unë shoh këtu një rilindje në lidhje me ju, sepse me vendosjen e qëllimeve në jetën, ndoshta edhe për të pasur një jetë gjatësi në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndoshta ju vendosni qëllime vetes që gjithçka të jetë ashtu si ju dëshironi, të rilindni, të besoni te vetja, por ndërkohë shoh që do merrni një vendim. Këtë vendim mund ta merrni edhe në lidhje me situata të tjera, mund të ketë lidhje me punën, me kontrata të ndryshme, që mund të jenë me partneritete, ose me partneren tuaj, me kolegë të ndryshëm që keni te vendi punës, sepse kjo hënë e plot do t'ju ndihmojë për të marrë vendime ose për të larguar dhe armiqt tuaj. Dhe kemi energji ajri. Dhe shohim çfarë na sjell asi i shpatave, energji toke dhe energji uji. Atëherë, unë ju shoh, dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje re, ose në lidhjet marrëdhëniet tuaja, por ju tregoni shumë të mbyllur. Shoh që humbjen e diçkaje, ju ndoshta ju ka bërë shumë të mbyllur, shoh shumë diskutime këtu, dhe në këto diskutime që do keni, në lidhje me një person, me një dashuri, me një njohje, me një lidhje në marrëdhëniet tuaja, shoh një mbyllje. Ju sikur nuk dëshironi të ndani gjërat me persona të tjerë. Ndërkohë, jeni përqendruar në humbjet që keni pasur në të kaluarën tuaj. Ndoshta humbja një dashurie, humbja një pune, këtu shoh edhe diskutime edhe në lidhje me punën, me institucione shtetërore, me çështje dhe situata të ndryshme.
por ju shoh që jeni futur në një lloj trishtimi ku ju mendoni vetëm në lidhje me humbjet që keni pasur. Mund të jetë humbje ekonomike, humbje kohe, humbje e një personi, e një dashurie. Gjithsesi, shoh që ju mund të tregoni, të merrni dhe disa para gjatë kësaj periudhe, të bëni një fillim të ri në lidhje me punën tuaj, dhe aty shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, por nuk e di pse mbas marrjes së këtyre parave ju përsëri ose edhe mbas krijimit të një stabiliteti, dhe unë shoh që kodin e gjithçka e keni ju në dorë. Ju përqendroheni në humbjet e së kaluarës tuaj. Por këtu ka sugjerime nga kartat dhe ju këshillojnë lërini gjërat të rrjedhin, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vinë, sepse ky përqendrim te gjëra nga e kaluara ju ka bërë që ju të mos shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vinë, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me dokumenta të ndryshme ose çështje dhe situata në lidhje me shtetin. Dhe jemi përsëri te energjia e ajrit, ku ju keni marrë eksperienca. Atëhere, këtu jemi në energjinë e shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit. Shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me gjithçka që mund të keni pas në jetën tuaj, në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person, në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, ndërsa një pjesë tjetër në lidhje me dokumenta dhe çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me shtetin. Ndoshta situata nga më të ndryshme që ju mund të keni. Por, edhe pse keni marrë eksperienca, ju shoh kufja nuk qëndron mirë. Gjithsesi, unë shoh që ju merrni vendime të rëndësishme, disa prej jush ju mungon një person, një dashuri, një pjesë tjetër mund të mungoj ana ekonomike, disa prej jush mund të ndiheni më të lodhur gjatë kësaj hëne të plotë, dhe ju shoh të strapacuar, mund të them, në lidhje me mungesa dhe situata të ndryshme që mund të keni. Mund të jetë mungesa e një pune, kjo mund të ketë lidhje edhe me shëndetin tuaj për një pjesë tjetër, ose ju keni humbur një gjyq, një çështje, një situatë të tillë, ose dokumenta të ndryshme që mund të keni pasur, që keni dëshiruar të bëni një fillim dokumentash, por gjithsesi unë ju shoh që do jeni në lëvizje. Disa prej jush jeni në lëvizje, dëshironi të keni një romans, sepse ju mungon një person, ju mungon dashuria, dhe kjo gjë ju bën që ju të hidheni drejt romansave. Ndërsa për pjesën tjetër, mund t'ju mungoj ana ekonomike dhe ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës për të pasur një kontratë pune, partneriteti, bashkëpunime të ndryshme, ose në lidhje me karrierën tuaj. Por gjithsesi shoh që ju jeni drejt aventurave të reja. Flasim për një pjesë, jo të gjithë, për gjithë ata që ju mungon dashuria, ju mungon një person. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që kanë lidhje me dokumentat edhe me çështje të anës shëndetësore, unë shoh që ju do jeni ndoshta duke lëvizur, duke u interesuar në lidhje me këto situata që keni, por ju shoh që do jeni edhe shumë të vrrullshëm, shumë ndoshta mund të keni edhe pasiguri në lidhje me situata të ndryshme. Dhe kjo gjë mund të ketë lidhje edhe me transportin, sepse jemi te energjia e kalorësit të shkopimeve, por shoh që gjithsesi ju do jeni duke kërkuar diçka. Ju mund të kërkoni të çliroheni nga situata që keni pas në lidhje me dashurinë, situata në lidhje me punën, me anën shëndetësore, me anën ekonomike. Dhe do shohim se si do jetë përfundimi në lidhje me këtë hënë. Atëhere, për gjithë ata që kanë emocione në lidhje me një dashuri, vendosni qëllime vetes, është një person që është në distancë, që ju keni një distancim emocional,
ose që ju mund ta keni personin jeni shkputur, ose e keni në një distancë të largët. Unë shoh që merrni një vendim dhe ju do keni një takim me këtë person. Dhe jemi te energjia e shenjave të ujit. Në rastin tjetër, gjithsesi janë të përfshira të gjitha shenjat, thjesht këto shenja vinë më fuqishëm. Gjithsesi shoh takime, ju do shprehni ndjenjat ose gjëra që keni mbajtur brenda vetes në lidhje me këtë person, dhe këtu flasim gjithmonë pozitivisht në lidhje me dashurinë. Ose në rastin tjetër mund të takoni dhe persona që ju mund të ndjeni mirë gjatë kësaj periudhe. Në rastin tjetër, ose ju mund të bëni një takim dhe ndoshta me këtë person do përpiqeni të gjeni çfarë ka shkuar keq, që ju jeni distancuar, që jeni ndoshta në një ftoje ose që jeni në një largim, për të pasur një të qëndrueshmëri në këtë njohje, në këtë lidhje ose në këtë marrëdhënie që ju keni. Gjithsesi, hëna e plot mund të sjellë edhe propozime gjatë kësaj periudhe, mund të jetë edhe një person që ju propozon dhe ju merrni një vendim, jeni të vendosur në qëllimet tuaja, ndërsa në rastin tjetër mund të jetë që ju vendosni qëllime vetes tuaj në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, por dhe partneritete që do keni gjatë kësaj periudhe, por për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe me institucione të ndryshme shtetërore. Dhe ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri, për të hapur horizontet tuaja, ndoshta edhe në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, në lidhje me një dashuri, për disa të tjerë në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme me dokumentat dhe me çështje që kanë lidhje me shtetin. Mund të jenë çështje gjyqësore, çështje dokumentash, mund t'i merrni nga më të ndryshme. Dhe shohim këtu te fillimet e reja, ku ju tregojni të mbyllur ndaj një fillimi të ri, dhe ju mungon një dashuri, ose jeni përqendruar te humbjet, humbja e një dashurie, humbja e një personi. Këtu kemi të bëjmë energji të shenjave të ajrit dhe energjinë e shenjës së akrepit. Ju shoh shumë të mbyllur në diskutime. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri diskutimesh, por ju jeni të mbyllur. Jeni përqendruar në humbje, mund humbja një dashurie, humbja një pune, humbje ekonomike për një pjesë tjetër. Dhe ju shoh që keni ngecur në mendime negative. Ju i mendoni gjërat negativisht, por rruga është e hapur në lidhje me ju, dhe ju shoh që ju do të jepni fund disa situatave. Mund të jepni fund një pune, mund të jepni fund një dashurie, ose për pjesën tjetër mund të japin fund një partneriteti, një bashkëpunimi, sepse kjo hënë e plot bën që ju të mbyllni gjëra që nuk funksionojnë në lidhje me një vend pune, ose në lidhje me studime, me trajnime të ndryshme, dhe të hapni horizonte të reja, sepse unë shoh që ju do keni surpriza pa fund. Kjo ka lidhje me gjithçka, por shoh një transformim shpirtëror për ju dhe një ndryshim shumë të madh që do vi në jetën tuaj. Dhe shohim energjinë këtu ku ka lidhje. Më së tepërmi do ndikojnë shenja e dashit, gaforja, peshorja, dhe vazhdojmë në lidhje me për gjithë ata që kanë mungesë dashurie. Keni marrë eksperienca, merrni vendime të rëndësishme, por ndërkohë ju shoh që ju mungon një dashuri, ju mungon një person, ju mungon ana ekonomike. Ju jeni në kërkim të një personi, të një dashurie, dhe këtu flasim për gjithë ata që janë ende single, por ndërkohë shoh që mund të ndjeni të lodhur fizikisht, duhet keni kujdes dhe me pjesën e shëndetit. Ndjeni të pakënaqur, ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, ndoshta një person që ju mungon, ju tregojeni të nxituar, të vrullshëm, ndoshta thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni në lidhje me mungesën e kësaj dashurie. Duhet keni kujdes në lidhje me komunikimin, por ndërkohë ose ju dëshironi të shkoni drejt këtij personi dhe mendoni se si mund të bëni ndryshe në lidhje me këtë person, por ju shoh që jeni duke menduar dhe analizuar emocionet tuaja, por ndërkohë duke menduar çfarë mund të bëni tjetër në lidhje me këtë person.
Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me çështjen e dokumentave. Dokumentat mund të jenë nga më të ndryshmet. Dokumentat e vendit punës, ose dokumenta mund të jenë çështje dhe situata me shtetin, ku ju mund t'ju mungoj edhe paraja, nuk keni mundësi për të paguar aty, dhe ju shoh gjatë gjithë kohës në lëvizje kërkoni diçka, ju mund të kërkoni një drejtësi. Dhe ju shoh që keni investuar shumë, keni dhënë shumë para në lidhje me zgjidhjen e një situate, por keni marrë shumë pak si shpërblim. Dhe kjo gjë ju bën që ju të ndjeni të sakrifikuar. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ku ju keni punuar shumë, por të ardhurat kanë qenë të vogla. Dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të ndjeni me pak para në duar. Në lidhje me shëndetin, shoh që mund të jenë në një situatë, sepse ju shoh që mund të jeni në një situatë që keni nevojë të relaksoheni, të qetësoheni, sepse ndjeni shumë të sakrifikuar në lidhje me gjithçka. Duhet keni kujdes ta me shëndetin tuaj, ose me shëndetin e një të afërmit që ju jeni duke e mbështetur, duke e ndihmuar dhe mendoni çfarë mund të bëni tjetër për ta mbështetur këtë person. Dhe përfundimi, atëre, ju shoh që jemi te energjia e shenjave të tokës, të zjarit të tokës. Ju do mbyllni gjëra që nuk funksionojnë. Një njohje që nuk funksionon, ose gjëra që nuk ju interesojnë më. Ose ju mund të mbyllni situata, grindje, ose situata në lidhje me punën nga ana ekonomike. Ju shoh në pritje të një përgjigjeje, por shoh që ju do merrni një përgjigje deri në fund të kësaj, deri në fund të efekteve të hënës, edhe pse efektet e hënës vazhdojnë. Gjithsesi, do jepni dhe do merrni me një person, për gjithë ata që presin një person, do ndjeni më të sigurt në veten tuaj, do ndjeni më vetbesim, dhe për pjesën tjetër shoh që do merrni disa para, jeni në pritje, ju dëshironi ndoshta edhe të investoni ose të merrni këto para dhe të jepni diku, sepse unë shoh që merrni dhe jepni, ashtu si merrni këto para dhe është një shumë e konsiderueshme, ju mund të keni pagesa faturash, kredie, investime të ndryshme të ndihmoni fëmijët tuaj, ose dhe kundërta. Gjithsesi, ju shoh të sigurt. Mund të jeni në pritje të një udhtimi, në pritje të disa parave, në pritje të një pune, të një partneriteti, në pritje të një personi që ju do ndjeni shumë të sigurt dhe do jeni duke e pritur këtë person, që të merrni dhe të jepni me këtë. Por edhe në situata dhe çështje që ju dëshironi të largoheni nga situata dhe çështje që mund të kenë të bëjnë edhe me tensione, situata të ndryshme që keni në lidhje me shtetin, institucione shtetërore, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Por gjithmonë duke u kujdesur edhe për veten tuaj, për të qenë më mirë me veten tuaj. Dhe marri një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë kemi energjitë shenjave të zjarit, jemi te 4 e shkopinjve që tregon stabilitet. Gjërat thotë është një periudhë shumë e fortë ekonomike. Fati i plot do të jetë me ju, sepse ju do harrini të stabilizoni situatat që keni. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri, me një person, unë shoh takime me këtë person, do jeni shumë entuziast, do jeni duke e festuar. Në rastin tjetër, mund të jeni të lumtur në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me anën tuaj ekonomike, sepse fati është edhe një zgjedhje në fakt. Gjithsesi, ju do arrini të stabilizoni situata dhe çështje të ndryshme në lidhje me dashurinë, me një person, me familjen, me shtëpinë, sepse kjo ka lidhje dhe me shtëpinë, me parat, me punën tuaj, por edhe në lidhje me shëndetin ose situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, me dokumenta ose situata të ndryshme. Por edhe për një pjesë tjetër është një periudhë që do jetë shumë romantike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për gjithë ju.
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj përsëri një vit sa më të mbarë, të begat, shumë dashuri, lumturi dhe paqe në familjen tuaj, por edhe ju vetë si persona brenda vetes tuaj. Atëherë kjo ishte e gjitha për ju uroj një mbasdite të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe dëgjojmë në videot e radhës.